Vjehra nuk më donte, burri u detyrua të ndohej nga unë. Gjithçka ishte mirë. Nuk kaloi shumë kohë nga martesa jonë, vjehra nuk ishte ajo si dikur siç ishte në fjes. Filloi të ndryshoj sjelljet e saj karshimeje. Qysh në muajin e parë të martesës, vjehra ime filloi të mos sillet mirë me mua, dhe çdo gjë që lidhej me mua asaj i pengonte. Veshja ime, puna ime, aktiviteti im ishte keq për të, asnjëherë nuk më fleste fjalë të mira. Por ajo që ishte më rëndësi për mua, burri më donte. Me kalimin e kohës, vjehra filloi që ta shfaq haptazi urrejtje ndaj meje pa i bërë asgjë. Unë mundohesha me dasht me respektu vjehrën e familjen e burrit në përgjithësi. Mundohesha të bëj sabër duke shpresuar që do të përmirësohet një ditë dhe do të më lë rahat. Nuk më lente të shkoj tek familja ime, dhe kur më lente pas shumë lutjeve, bënte shumë zhurmë, më hidhëronte pastaj unë kur shkoja. Burri im e vrejti qysh në fillim se nëna e tij, pra vjehra ime, nuk ka simpati ndaj meje, mirë po u mundonte ta menaxhonte situatën duke qëndruar bashkë me të dyat, nënën dhe gruan. Kështu vazhdoi një kohë të gjatë derisa vjehra filloi të mos fleste me mua dhe burrin tim. Burri e pyete se çfarë u bë, çfarë ka, ku është problemi. Ajo heshte ose thonte: "Birim, kjo nuse nuk është për ty." Mua më diqte zemra kur vjehra i thonte kështu burrit tim. Por kur nuk e mendoja se një ditë do ta bind burrin tim që të ndahet nga unë. Arsyet e vjehrës pse nuk më donte në fakt nuk ishin arsye. Thjesht s'më pëlqen dhe pikë. Kjo ishte ndër fjalitë e rregullta të saj ndaj nesh. Në vend që të kaloj vitin e parë të martesës ashtu siç duhet kaluar, unë qaja pothuajse çdo ditë. Nuk mundesha me ftu as familjen time, as nënën time për shkak se më ofendonte. Pastaj edhe kur shkoja unë tek nëna ime, ajo më ofendonte. Burri më donte shumë, mirë po thonte që nuk mund ta kthente fjalën e nënës. Do të mundohet ta mbindë që të ndalet dhe të jetojmë të lumtur, bashkë të gjithë. Nuk kaloi edhe shumë kohë, nëna e burrit, pra vjehra, filloi të bërtas dhe ta qorton burrin se duhet të ndahet nga unë dhe duhet të vendos ose nënën ose gruan. Kur e dëgjova këtë nga vjehra ime, më dok që qielli më ra mbi krye. Burri im u mundonte me fjalë të mira, me sjellje të mira që ta bind nënën se gruaja nuk ka ndonjë problem, gjithçka është në rregull, nuk mund të ndahem prej saj, do të jetojmë së bashku të gjithë. Nuk ishte një ditë, as dy, as tri, ishin javë, ishin muaj që kjo ishte fjalia vetëm e vjerës që thonte për ne dhe me ne, drejtuar burrit: duhesh të ndahesh me gruan. Dhe kështu burri u mërzit shumë, ra në depresion, mirë po vjehra filloi të mos hajbuk me ne, filloi të mos rrinte me ne, të vetmohej, madje të fliste keq edhe për djalin e saj, burrin tim. Të dytë, unë dhe burri u mërzitëm shumë, nuk kalonte ditë që burri të mos u mundonte të afronte nënën e tij, por ajo nuk donte. Nuk i fliste burrit, nuk hante me ne, nuk rrinte me ne. Ishte një mërzi dhe depresion i madh për burrin, po ashtu edhe për mua. Dhe një ditë nga ditët burri më tha: "Gruaja ime e dashur, nëna s'më don as mu e as ty. E di që ti je personi më i mirë në jetën time. Por je duke pa situatën me nënën time. Nëna është duke bërë sjellje shumë të këqija. E ka një qëllim, ndarjen mes nesh. Unë do të qëndroj besnik, mirë po nëse nëna ime e vjehra yte thot se une ose duhet të ikin nga shtëpia bashkë me ty e ta lë nënën time vet, ose duhet me nda me ty e me jetu me nanën." Filloi të qaj me zë e unë bashkë me të.
E kuptova që ai s'mundet t'i bëj ballë nënës dhe do të ndahet me mua. Ika për në dhomën time, qajta sa që më kishte zër gjumi. Burri u mundua të fleste me vjerën, por ajo nuk dëshiron të dëgjonte o mua o gruan, dhe kështu burri më tha: grua, duhet të ndahemi, dhe filloj të qaj. Se që munda kjo zemër në dysh. Kështu, aty ishte fillimi i fundit tonë. Pastaj gjërat shkuan tek familjet dhe familjet u kuptuan dhe vazhduan tek burrat dhe ne u ndam. Ditën kur u ndola nga ajo shtëpi, burri qëndroi në dhomë dhe më shikonte nga dritarja. Ishte emocionuar dhe qalde. Lotët e rrjedhin vazhdimisht. E unë nga poshtë e shikova për herë të fundit dhe u ktheva në shtëpi me zemër të thyer.